إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimi takon Allahu dhul Gjelal, I cili na ka bërë pjesëtar të dinit Islam. Salavatet dhe selamet më të bukura janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të rinj dhe besnik, dhe mbi të gjithë ata të cilët kanë dëshmuar që Allahu një është dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është I dërguari I fundit I tij. Vëllezër, sot inshallah diçka do të folmi ma tepër për pastërtinë. Për këtë arsye për zgjedh një 3 hadithe, mos më lodh shumë, e inshallah kena dobi për këtyre fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas një shok I cili e ka pas emrin Ibn Malik al-Ash'ari. Edhe ki ka transmetuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë at-tahuru shatrul iman. Me u bon pacht është një pjesë e besimit. Ashtu që inshallah Allahu dhul Gjelal mas pariher pastron zemrat tona. Se zemrat do të bëhen e pastër mas pariher prej kufrit e prej nifakit e prej tradhijës e pi dallaverave e pi çivijave të cilat non stop I këna për zemrat tona, inshallah Zoti na I pastron zemrat. E masane duhet më bon pastërt. Bile qash shumë është e lidh pastërtia me fen ton, saqë nëse nuk I abdes, nuk pranohet as namazi. Ti mundesh më fal sa dush, po nëse nuk I e pastërt, nuk pranohet namazi. Po para se me mor abdes, duhet me mor gusull, të cilën gusull po që dita ka njëherë disa prej muslimanve shka nuk I din rregullat e guslit. Flenë me gratë e veta edhe dalin për jashtë pa u pastru hiq, atëraj dhe thot as abdesi nuk e ka tamam. Po përveç kësajna dhe thot nuk ka veç pastërtia e trupit, po është pastërtia edhe e vendit ku falesh. Do të më konë vendi ku falesh ti I pastër, po masënej do të më konë edhe teshat të pastërta. Ashtu që të thot këto janë rregulla të dinit ton të madh Islam. Inshallah Allahu dhul Gjelal na bran prej të pastërve, se Allahu dhul Gjelal Kur'an po thot Allahu dhul Gjelal I don ata të cilët e pastrojnë shpirtin e vet dhe e pastrojnë trupin e vet. E inshallah Allahu dhul Gjelal na I pastron mas për herë zemrat e masanej inshallah edhe trupat. Kjo është hadithi I parë çka po duam me përmend. Ndërsa hadithi I dytë, çka është? Është një hadith pak më I gatë, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, imani është 70 e kusur shkallë. 70 e kusur shkallë. Ma e narta çka është? Me thonë la ilahe illa Allah Muhammedur Rasulullah. A din që të fjallin shka shpesher na pëthojna na për xhamia tona, shka shpesher për bënd muhabet, a është bidata, a është sunet, a farza, vajib. Por shka është ma me rëndësi, Musa a.s. I cili a konë kelamullah, I cili ka fol direkt me Allahu dhul Gjelal. Njëheri pas ka thonë Allahu do zot, mëso më bre një fjallë me cilën ka me të madhnu e tyje. Allahu dhul Gjelal I pas ka thonë, o Musa, thuj, la ilahe illa Allah. Pas ka thonë Musa, po këtë laf këtë e din, dishka pak më të madhe. E I pas ka thonë Allahu dhul Gjelal, nëse e din të rëndësinë e qinë në Allahit, a përton, s'kishe lip dhe një sen tjetër. Krejtë dunjoja, edhe shka ka në ta, mu bo bashkë, shka Allahu dhul Gjelal ka kriju, ka një në onë, ka që të ranë më konë që kja fjallë la ilahe illa Allah, kjo peshan ma shumë. Hajde dikush e zënë shumë thjesht, a përton,
dhe me ke la ilaha illallah, hajde, e thash edhe ja. Kjo fjalë është me të cilën ka më të qelë dera e xhenetit, inshallah. Inshallah Allahu xhelal na i ban nasib me thonë në gjithë zemër. Edhe me pas bindje të plotë se Allahu xhelal është një, edhe nuk ka shok. Për ata syje pra, na e përmena kul huwallahu ahad, në të cilën do thotë i tregojna cilësitë e Allahut tonë. E pejgamberi çka po thot, ma e nartë është la ilaha illallah, ndërsa ma e vogla çka ka imatatul adha ani tariq, me largu një pengesë për rrugës. Pengesë, a është dani guri, a është dani therr, a dani qenë që e ka shkel dani kusha, me hek për rrugës. Pse? Për atë arsye se ti kur e largon një pengesë, ja ke kurtalis ndoshta dani kujna jetën, se ka dhe njëherë më të dallashit kjeri mjafton pak me jamshu një gurit dallashitës. Ndërsa na për fat të keq, i shof na gurzit na për udh edhe si hek na heq, i shof na bërllokët na për udh edhe nuk i largojnë na heq. I shof na qenë që i kanë shkel njerëzit na për udh edhe nuk na mteket neve dhe njëherë me hek. Pse? Për atë arsye se kena kuptu bash tamam dinin islam. E disa perëndimor ka dhe njëherë do punë për i bojnë ma mirë se na musliman, shka ata nuk e kanë dështa me fejnë e vetë, a na e kena me fejnë tonë edhe nuk e respektojna këto shka ne ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. E me largu një pengesë për rrugës është sadaka, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, është njësoj, si kur mi adhon dikujna 50, 100, 200, sa do në ti mi dhon dhe dikujna sadaka. Pse se sadakaja ka loj. Veç mi u busqesh dikujna është sadaka. Veç mi adhon dikujna një selam është sadaka. Veç mi adhon dhe dikujna dhe një pare është sadaka. Këtë janë sadaka. Po me largu edhe një sen për rrugës, shka i pengon njerëzve është sadaka. Sadakaja është pra loj, inshallah Allahu dhul xhelal na i ban nasib mu kanë piktinve të cilët i pastrojna ambientin në të cilën na jetojna. Hadithi i tretë për të cilën po du me përmen, e kjo është shumë pak më i rëndë se çto tu dia çka i fola, çka po thot ittaku la'inain. Keni kujdes për dy njerëzve të cilët ju bojnë juve lanet apo ju mallkojnë. A i ke pa njeri ku të këzdisën me danikan, e malkon, e theft qafën, ja hifë në gjehenem, ja ku e di unë shka din, ja i draf domla, ja ku e di që shprejhet të cilat na i përdona. Ka dhe njëherë, pse dikush nem ti, s'prish punë, ama ka dhe njëherë, nema e dikujna zen. E në veçan ti kur zen, kur i ban ti 3 gjeste të cilat nuk përputhën me venin ti ku jeton. I pari gjest shka është, e ka përmërin pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, alladhi yatakhalla fi tariqin nas. Çaj njeri i cili e kryen nevojën e vet në rrugën ku njerëzit hecin. Tu kam tek ti japton me kry nevojën midis rrugës, nuk largohesh anash danin kon, po që ati do thot e kry nevojën, pa mërë parasysh atë voglin atë të madhën. E kush vjen ati, kur ta shef erdhën, kur ta shef pa pastërtinë tonë, a thot bravo të kofta? Jo, nuk thot, se cili të mallkon. Që ki mallkim mundet me të zonë, që ka është e para, ma në men. Kur do thot ti e kry nevojën ku në rrugë, në udhu billah. As se di sa herë, do thot plot herë, shef njerëzi, tu hec me këtë në autobana i ka dalë midis autobanit ati urinan. Si vjen marra, pse? Për atë arsye se s'ka iman, se me pas iman, më shefët dikun më s'me pa njerëzit. E muslimani nuk do të më konë sikur a i pa besi, sikur a i pa ftyri, i cili se ka gale, a e shetë dikush havretin atina nuk ja shef. Kjo është e para. E dyta shka, qaj njeri i cili urinon apo e ban nevojën në vendit ku pushojnë njerëzit. E kanë bonda një nasreshnicë, a e kanë bonda një drunë, e kanë bonda një hije. Shka e di njerëzit që kanë për me shku me pushu.
Ti don me shku ati me pushu kur shkosh, dikush e ka kry nevojën ati. Edhe ai shka ban, mallkon tyje. E qaj mallkim të thot mundet me të zonë. Halo ma shumë se kjo, në hadithin të cilin po e transmeton Ebu Hurajra, qaj njëri i cili urinon apo kryt nevojën ku në ujin i cili është i hesshëm, apo uji i cili është i pahesshëm. E kida një rekti që ati, edhe të qaj reka të thot shkon ti e kryt nevojën, edhe masenina qatë nevojën tonë e shef dhe një kush qeter, të mallkon ai, nuk të lavdron tyje, po të mallkon qaj mallkim të thot mundet me të zonë. Pse o vlezën? Për atë arsye se ambientin na e rujna, na. E nëse na nuk e rujna, atëhera e ambient bati pa pastër, inshallah Allahu Dhul Xhelal na falë. Për këtë çështje pra, duhet më konë shumë të kujdesshëm. Na që du në mahal për para kërë nga konë të vogli, shkojshmi u lashmi në Carovë. Që e Carovë në këkina? A mundet sot da një kush me shku mu la në Carovë? S'mundet. Pse s'mundet? Për atë arsye se e kina fliq, nuk ka ma që e Carova e më përparshmi, shka u lashmi. Ketë mahala, shkojshmi aty, u lashmi. Për shka? Për atë arsye se i na bot pisaftë. Inshallah Allahu Dhul Xhelal na pastron. A për me pastru Allahu Dhul Xhelal duhesh më konë musliman, mas parëherë me pastru zemrën e masene me pastru trupin tanë edhe ambientin tanë edhe teshat e tua në të cilat ti do thot nen. Inshallah Allahu Dhul Xhelal na drejton të gjithëve dhe na udhëzon ka hajri dhe ka e mira. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.